Po ne kom di vetën se ju nuk po doni me më dëgju mu, ose me kuptu, se ju ka konvenu situata që ashtu që Për këtë është që na thu shok fake. Se këshirë tash Jo, tu marë parasysh që na ke kërku falje, po ne edhim ku jem, na ke thonë shok fake 10 ditë para finale, sa kupton, ka pesh. Okej, po jo më keni donë me qato dëshime në cilat une po ju thomë që une nuk ju kom thonë arsye, une prapë po ja u përsëris, ato dëshime për mu kam përfundu të e ngrejnë dëshim, e thelbi që aty dëshimet është që të jeni njëri fake, për deri sa ma shtron edhe ju dëshonin mua, edhe ajo mu më kalon me në kuptu. Nuk e di va asi nuk më kuptu ju mua, one ju va. Jo, Ele, une për ty personalisht që më ka të kuptoj shumë mirë. Gjithë qka se najnë atyrat është komplet situatës rreth e rotull. Pyetja është pse ju the Klodit të lëndrimit shok fake. Ti e tregove, na prapë po ta kallëzojmë pjesën e dyshimeve për çka. Në momentin që ty një person fillon të t'i cek dësene, edhe unë e Klodin nuk të mbrojna dhe ti fillon me i pas dë reagime të çuditshme, që unë nuk i kom pa, normal që mu ngritën dyshimet. Po jo dyshimet në raportin shoqëror, dyshimet për fjalë, ti dyshime mundesh me pas edhe për një edhe jashtë për një person o vlla që e ki kalu gjysën e jetës me ta, dyshimet të ngritën, apo edhin për gjithë secilin. E që shetë ceki edhe Klodit të e pas parasysh që jena me një lojë, edhe sjelljet e tua masi e shkum finali unë kon pak weird edhe normal që njëri ngritën dyshimet. Saj përket pjesës fake, unë prapë ta kom thonë, unë personalisht nuk jam prek shumë,